Bota miliard dollar sheh Papa Franceskut brenda pasurisë së fshehur të Vatikanit. Një qytet preari i sunduar nga njeri që i shmanget luksit. Ky është Vatikani, një mbretëri kontradiktash. Pas mureve të tij të lashta, shihen thesare me vlerë miliarda. Megjithatë, lideri i saj drejton një Ford Focus modest. Si e komandon shteti më i vogël në botë pasurinë e perandorive ndërsa predikon varfërinë? Sot, ne po të reqim perdën e kadifes mbi paradoksi miliard dollarësh të Papa Franceskut. Për të gjithë ata që vlerësojnë përmbajtjen time dhe duan të kontribuojnë në zhvillimin e kanalit, ju ftoj të bëheni abonent mbështetës për një shumë simbolike. Mbështetja juaj sado e vogël më mundson të krijoj materiale më të mira, me cilësi më të lartë dhe më shumë vlerë për ju. Faleminderit që jeni pjesë e këtij rrugëtimi. Mirë se vini. Destinacioni juaj i preferuar për asete mahnitse, stilet elitare të jetës dhe lukset më ekstravagante në botë. Nëse pasuria është atmosfera juaj, shtypni subscribe, like dhe aktivizoni njoftimet, sepse ajo që do t'u tregoj nuk është e zakonshme. Thesaret e pashmuara të koleksionit të artit të Vatikanit. Hyni në bazilikën e Shën Pietrit ose Muzet e Vatikanit dhe nuk po hyni vetëm në një kish, por po hyni në një nga koleksionet më të vlefshme të artit në botë. Mendoni për këtë. Tavani i kapelës Sistine të Michelangelos, kryeveprat e Rafaelit, skulpturat e lashta, reliket e zbukuruara me ar. Këto nuk janë vetëm dekorime, ato janë bizhuteritë e kurorës së historisë, i porositur nga papët, i admiruar nga miliona dhe i vlerësuar në 10 miliarda. Revista Fortune, dikur e quajti koleksionin e artit të Vatikanit, miliarda në vlerë të patreguar, dhe është e lehtë të kuptohet pse. Çdo goditje peneli, çdo skulptur, çdo kupë e veshur me ar është e mbyllur në kohë, në pronësi të askujt, e ruajtur për të gjithë. Mbi 5 milion njerëz vizitojnë çdo vit, duke gjeneruar qindra miliona të ardhura nga biletat, por asnjë prej tyre nuk është në shitje, asnjë copë. Sepse ky nuk është thjesht një muze, është një kështjellë besimi, e mbushur me art aq të shenjtë sa edhe miliarderët më të pasur mund të admirojnë atë vetëm pas litarëve prej kadifeje. Ky është luks në nivel shpirtëror, pasuri të paluajtshme të Vatikanit, një perandori globale. Kur bëhet fjalë për tokën, Vatikani nuk është vetëm i shenjtë, ai është një nga pronarët më të fuqishëm në planet. Me vetëm 110 hektar, Vatikani është vendi më i vogël në botë. Por përtej mureve të saj të shenjta, shtrihet një perandori globale ndërtuar mbi thesar, traditë dhe pasuri të patreguar. Mbi 5000 prona janë në pronësinë e kishës, katedrale, shkolla, rezidenca të pasura, spitale, madje dhe pasuri të paluajtshme komerciale. Nga rrugët me kaldrëm të Romës deri te blloqet e bukura të Parisit dhe distriktit Chelsea të Londrës, vetëm në Itali kisha ka më shumë se 4000 prona. Globalisht shtoni 1100 të tjera, më shumë sipërfaqe katrore se shumica e dinastive mbretërore. Po, edhe duke rivalizuar kurorën britanike, disa nga këto ndërtesa strehojnë në peshkop dhe staf. Të tjerë janë marrë me qira në normën e tregut për t'i shërbyer komuniteteve lokale. Por shumë, ato janë makinat të ardhurave, prona luksoze që grumbullohen në miliona. Kjo është pjesë e trashëgimisë shpirtërore, pjesërisht loje pasurive të paluajshme me aksionet e larta. Në fakt, në vitin 2011, Papa u rendit në mesin e 3 pronarëve më të mirë të tokës në botë. Pikërisht atje me mbretin e Arabisë Saudite dhe mbretëreshën Elisabete II. Kjo është një mbretëri pa fronë dhe pushtet pa kuror. E megjithatë, Papa Francesku vazhdon të shtyjë për transparencë, duke kujtuar kishës se ndërtesat duhet u shërbejnë njerëzve, jo si simbolet të teprimit. Megjithatë, numrat nuk i njejnë. Perandoria e pasurive të paluajshme të Vatikanit është e gjerë, elitare dhe pakrahasueshme në eshtje, ndërsa predikon varfërinë, zotëron si një miliarder. Holdings dhe investimeve financiare. Kur bëhet fjalë për paratë e ftohta, Vatikani nuk është as pak i varfër.
Në qendër të kësaj perandorie shpirtërore është Banka e Vatikanit, e njohur zyrtarisht si Instituti për Punët e Fesë. Kjo bankë private mban depozita dhe menaxhon investime për Dioqeza Katolike, urdhrat fetar dhe institucionet e kishës në mbar botën. Sipas raporteve të fundit, banka kontrollon mbi 5.6 miliard dollar aktiv, një figurë modeste sipas standardeve të Wall Street, por do me thënë se për një institucion fetar. Por kjo është vetëm një pjesë e enigmës. Vatikani gjithashtu ka një portofol të larmishëm investimesh që përfshin aksione, obligacione dhe marrëveshje të pasurive të paluajshme me vlerë të lartë në tregjet globale. Ai funksionon pothuajse si një fond sovran i pasurisë, i matur, i qëllimshëm dhe i fuqishëm. Pra, nga vijnë të gjitha këto para? Këtu janë rrjetat kryesore të ardhurave të Vatikanit. Peter Spence, një traditë shekullore ku miliona katolik dhurojnë çdo vit për të mbështetur bamirësitë e Papës dhe misionin global të kishës. Vetëm në vitin 2020, afërsisht 50 milionë euro nga ky fond u përdorën për të mbuluar mungesat buxhetore. Turizmi dhe muzet. Mbi 5 milion turistë vizitojnë muzet dhe vendet e shenjta të Vatikanit çdo vit. Midis shitjeve të biletave, turneve me guid dhe dyqaneve të suvenireve, kjo gjeneron më shumë se 100 milion dollar në vit. Të koleksionueshme, qyteti i Vatikanit nxjerr pulla dhe monedha me botime të kufizuara, shumë të kërkuara nga koleksionistët. Këto sende të vogla, por simbolike, kontribuojnë çuditërisht mirë në të ardhurat e kishës. Investime në pasuri të paluajshme. Pronat luksoze në Londër deri te ndërtesat që gjenerojnë të ardhura në Romë dhe Paris, lojrat e pasurive të paluajshme të Vatikanit nuk janë vetëm historike, ato janë fitimprurse. Dhe këtu është paradoksi. Vetëm Papa Francesku është duke udhëhequr akuzën për reformën. Ai e ka bërë të qartë. Pasuria e kishës duhet të shërbejë të varfërve, jo të grumbullohet e pa kontrolluar. Njëra i bëri shaka. Shën Pietri nuk kishte një llogari bankare, duke nxitur peshkopët dhe kardinalët për qafonin për ulësinë ndaj kënaqësisë. Pra, po, Vatikani është i pasur, jashtëzakonisht i pasur, por në këtë pap ka një mesazh të qartë. Nuk ka të bëjë me grumbullimin e pasurisë, ka të bëjë me ripërcaktimin e mënyrës se si duhet përdorur pasuria. Papa Francesku, një jetë e përulur në një botë me shkëlqim. Këtu është paradoksi i fundit. Papa Francesku, njeriu në qendër të një perandorie fetare miliarda dollarëshe, jeton si një famultar modest. Që kur u bë pap në vitin 2013, Francesku ka thyer pothuajse çdo mit. Ai refuzoi pallatin e madh apostolik dhe në vend të kësaj zgjodhi të jetonte në një bujtinë modeste. Domus Sanctae Martae, një rezidencë e thjeshtë në stilin e konviktit, ku ndan hapësirën me klerikët vizitor, pa tavane me afreske. Nuk ka orendi antike, vetëm një shtrat, një tavolinë dhe një sallë ngrënie të përbashkët, ku ai rreshtohet me gjithë të tjerët për drek. Transporti i tij, jo një limuzinë antiplumb, jo një Rolls Royce. Ai drejton në mënyrë të famshme një Ford Focus blu të përdorur në Rom. Dhe gjatë vizitës së tij të parë në SBA, ai mahniti botën duke dalë nga një Fiat i vogël 500L, i rrethuar nga një det të SUV-sh, të zinj dhe autokolona të blinduara. Ai imazh, papa në një makinë kompakte modeste, u bë virale. Nuk ishte një marifet, ishte një deklaratë. Dhe kjo deklaratë mbart në veshjet e saj stilin e jetës dhe papatin e tij. Përfundimi, paradoksi i spiritualitetit dhe pasurisë. Vatikani është një kështjellë kontradiktash. Nga njëra anë, ajo mban pasuritë pa imagjinueshme, art të pashmuar, pasuritë pa luajshme të përhapura dhe asete financiare që rivalizojnë korporatat shumëkombëshe. Galeritë e saj mund të rivalizojnë në Louvrin, pronat e saj përfshin kontinente, banka e saj menaxhon miliarda në energji të qetë. Megjithatë, në zemër të gjithave është një njeri që jeton pothuajse pa asgjë. Papa Francesku nuk mban kuror dhe nuk ulet në një front të ardh. Ai ecën nëpër sallat e mermerit me këpucë të gërvishtura, duke mbajtur çantën e tij, duke jetuar në një bujtinë në vend të një pallati. Ai predikon një mesazh radikal. Bëu i varfër dhe për të varfërit. Për shekuj me radhë, kisha ka grumbulluar thesare, disa të dhuruara nga perandorët, disa të porositura nga papët dhe shumë të ruajtura si trashëgimi e shenjtë.
Këto pasuri nuk kërkoheshin gjithmonë, por mbeten, dhe sot ata ngrenë një pyetje bindëse. A mund të bashkëjetojnë në vërtet për ulësia dhe luksi? Papa Francesku duket se mendon kështu, përsa kohë që ajo pasuri përdoret për mirë. Në mbikëqyrjen e tij, Vatikani ka rritur transparencën, ka ripërdorur burimet për pamirësi dhe është fokusuar në mision, jo në mermer. Është një akt militar të ngushtë, ecja midis trashëgimisë dhe reformës, midis historisë dhe perullësisë. Dhe kjo është ajo që e bën këtë histori kaq të fuqishme. Besimi më i pasur në tokë, i udhëhequr nga njeri që preferon të jap sesa të marrë. Një institucion miliarder me një minimalist në krye. Nëse kjo zhytje e thellë në perandorin miliarda dollarëshe të Vatikanit dhe rebelimi modest i Papa Franceskut ju intrigoi ose i riktheu pritshmëritë tuaja, shtypni butonin like dhe abonohuni në Luxury Buzz për histori më të fuqishme pas pasurisë së botës. Ne duam të dëgjojmë nga ju, a është pasuria e Vatikanit një trashëgimi e shenjtë apo një mundësi e humbur për të shërbyer njerëzve? Lini mendimet tuaja në komente dhe si gjithmonë, faleminderit për shikimit. Shihemi në videon tjetër.